Personalitetet që ndryshuan botën, e vërteta që shokoi shepnit. Historia e njerëzimit është një mozaik i ndërtuar nga ngjarje të mëdha, por sidomos nga njerëz të mëdhenj. Çdo epokë, çdo civilizim dhe çdo përparim është ndikuar thellësisht nga figurat e jashtëzakonshme që kanë guxuar të sfidojnë rregullat, të mendojnë ndryshe dhe të shohin përtej kufive të kohës së tyre. Gjurmët që ata lanë janë shumë të thella, sa që vazhdojnë të ndikojnë trupin dhe shpirtin e shoqërisë moderne edhe sot. Këto personalitete, me vizionin, sakrificën dhe vendosmërinë e tyre, bën aq shumë përparim dhe sollen aq shumë ndryshim, sa që vërteta veprave të tyre shokoi shepnin. 1. Fuqia e vizionit, kur i det bën realitet. Ndryshimi i botës nuk fillon gjithmonë në ushtri apo revolucione të dukshme. Shpesh fillon me një ide. Vizioni është arma më e fortë e personaliteteve të mëdha. Shembujt janë të shumtë. Sokrati që sfidoi mendsinë e kohës, duke vënë në qendër të filozofisë njeriu. Galileo Galilei që guxoi të thoshte se toka nuk ishte qendra e universit. Apo Maria Montessori që ndryshoi mënyrën e të menduarit për fëmijët dhe edukim. Ide të tilla, megjithëse fillimisht të kundërshtuan fort, me kohë tronditën botën dhe formësuan realitetin modern. 2. Kur guximi shndrohet në trashëgimi. Pjesa më e madhe e njerëzve që ndryshuan botën u përballën me pengesë të jashtëzakonshme. Ata u akuzuan, u burgosën, keqkuptuan dhe shpesh u sakrifikuan. Përguzimi për të mbrojtur bindjet e tyre i bëri ata forca lëvizëse të përparimit. Mendon për Nelson Mandela. Ai jetoi 27 vite në burg, por kur doli jashtë u bë simbol universal i lirisë dhe pajtimit. Mendon për Rosa Parks, një grua jashtëzakonshme që me një akt të vogël mosbindjeje civile ndesi një lëvizje të tërë kundër racizmit në SHBA. 3. Mendje shkencore që përmbysën të pamunduren. Shkenca është fusha ku personalitetet kanë shkaktuar disa nga tronditjet më të mëdha të historisë. Albert Einstein nuk ndryshoi vetëm fizikën, ai ndryshoi mënyrën se si e kuptojmë universin. Charles Darwin revolucionarizoi biologjinë duke hapur një kapitull krejt të ri për origjinën e jetës. Marie Curie sfidoi të gjitha barierat e kohës së saj. Si shkencore ashtu edhe gjinore për të bërë zbulime që shpëtuan miliona jetë. 4. Reformatorët që i dhanë formë ndërgjegjës njerëzore. Nuk mund të ndërtohet një botë më e mirë pa ide morale dhe pa drejtësi. Në këtë drejtim, figura të tilla si Mahatma Gandhi, që luftoi me paqe, Martin Luther King, që ndëroi një botë të barabartë, apo Nën Teresa që shërbeu me të varfërve, pa kërkuar asgjë në vendim. Janë shembuj të përjetshëm. Ata i dhanë botës mësime mbi humanizmin, faljen dhe dignitetin njerëzor. 5. Inovatorët e epokës moderne, kur teknologjia përkufizon realitetin. Shekulli 21 ka parë shfaqjen e personaliteteve të reja që po transformojnë botën përmes teknologjisë dhe inovacionit. Figura si Steve Jobs dhe Elon Musk bazohen në idenë se teknologjia nuk është vetëm një mjet, por edhe mënyrë e jetesës. Pajisjet inteligjente, mjekësia moderne, komunikimi global dhe eksplorimi hapësinor janë sot të zakonshme, pa vizionit të tyre sfidues. 6. E vërteta që i bashkon të gjithë. Fuqia në njeriu të vetëm. Kur i shohim këto personalitete nga afër, dallojmë një të vërtetë të përbashkët. Lëshimi nis nga një individ. Historia nuk është thjesht produkt i masave, por i njerëzve që zgjedhin të mos rrinë pasiv. Ata veprojnë kur të tjerët heshtin. Ata kryojnë kur të tjerë fiksohen.
Ata besojnë kur të tjerë ndryshojnë. Kjo është e vërteta që shokoi shekuj. Fuqia e pakuvishme e një njeriu të vetëm për të ndryshuar fatin e njerëzimit. Personalitetet që ndryshuan botën nuk ishin të përkryer dhe nuk ishin të pagabueshëm, por ata ishin të jashtëzakonshëm, sepse patën vizionin, guximin dhe këmbgulin për të bërë atë që të tjerët nuk guxonin. Ata na rikujtojnë se ndryshimi i madh fillon me një ide të thjeshtë, me një hap të vogël, me një zë të vetëm. Brezi sotëm ka nevojë për të njëjtin frymëzim, për të kuptuar se kushdo mund të bëhet personalitet që ndryshon botën. Shekujt e ardhshëm do të shkruajnë për ata që sot zgjedhin të mendojnë ndryshe, të luftojnë për të drejtën dhe të krijojnë një të ardhme më të mirë.